Mbrëm në ora 23:40 pjesëtarët e policisë së Gostivarit në rrugën e Ilindenit në Gostivar kanë privuar nga liria personat FX 35 vjeçar dhe FA 31, të dy nga Gostivari dhe GM 37 vjeçar nga fshati Zdunjë Gostivarit, të cilët po udhtonin me automjetin Suzuki Vitara me targa të Gostivarit e drejtuar nga GM. Tek ata është gjetur dhe sekuestruar kokainë. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet parashtresë përkatëse. Po ashtu gjen ora 18 zyrtarët policor nga DPP Gostivar në rrugën Major Qede Filipovski në Gostivar kanë privuar nga liria personin FI 35 vjeçar nga fshati Vrutok. Gjatë kontrollit tek ai është gjetur dhe sekuestruar kokainë. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do t'i përgatitet parashtresë përkatëse. Gjë në ora 14:30 në Gostivar, zyrtar policor nga stacioni policor për sigurinë e komunikacionit rrugor Gostivar kanë arrestuar personin BJ, 53 vjeçar nga Gostivari, i cili është sjell në mënyrë agresive ndaj tyre. Gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do t'i përgatitet parashtresë përkatëse. Mbrëm pjesëtarët e policisë së Tetovës në bashkëveprim me Inspektoriatin Shtetëror të Punës, Inspektoriatin Shtetëror të Tregut dhe Drejtorinë të Hyrave Publike kanë kryer aksion kontrollit në objektet hotelerike në rajonin e SPB Tetov, me këtë rast në një objekt hotelerik në Tetov në rrugën Jovan Onçevski, ku si menaxher është paraqitur IS 23 vjeçar dhe MJ 22 vjeçar, të dy nga fshati Bervenic, janë hasur 6 persona të mitur, të cilëve u janë shërbyer pije alkoholike. Të miturit u janë dorëzuar prindërve të tyre dhe kundër pronarëve. Do të vijojë parashtresë përkatëse në lidhje me veprën penale të kryer shërbim i alkoolit për të mitur, ndërsa nga ana e organeve të tjera janë ndërmarrë masa dhe aktivitete nga kompetencat e tyre.